Faleminderit kryetar. Në gjuhën turke ka një fjali kur kalojmë urën nuk duhet me ndryshy kalin, falni shprehje. Qashtu është në gjuhën turke. Çka kemi me votu tash, kemi votu para 2-3 ditë kundër ligjit, diçka që unë hera e parë jetë kam votu kundër ligjit. Tash nuk du me qenë une vendimtar, për me votu se atë natë kam qenë vendimtar, vjen keq mu. Njëherë kam votu qeveri, ligjin. 2 herë kam votu parlament. Njëherë na kemi votu regulorën, tash kundër regulorës edhe kundër ligjit, unë nuk du me votu kur gjo. Veç qaq shumë kam pas presje në këtë kohë pauzës, unë s'po du me qenë vendimtar, veç ka rendi, fillim që kam thonë nuk duhet tash me ndryshu kalin se jemi procesin zgjelor, po mdoket që ka rendi për një me, unë e me shku parti e lesonte me londorheqi. Qashtu ka rendi për një me kryetar, faleminderit shumë, jo. I pari që dashtë me apë të leqës. Unë s'po do me qenë vendimtar, jo. Me presion, unë s'kam me unë. Veç s'po shkoj tash me njëherë, s'kam me marrë pjesë. S'dana me të lëshu na më ferro, s'dana me të lëshu. Nuk është problem se këto